Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë sot do bëjmë leximin për muajin nëntor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e tjera të këtij kanali, videot e muajit tetor, videot e javës, por dhe videot me tema për dashurinë. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendente ose hënën në shenjën e ujorit. Dhe shohim energjinë që do na vi. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjave të ajrit, kemi energji të shenjës Demit, Akrepit, Luanit dhe Virgjireshës, por kemi dhe të gjitha shenjat e horoskopit këtu, ju mund të keni dhe ascendenten ose në shenjat të tjera, dhe kemi energjinë e shenjës së Gafores. Atëherë, shoh që në fillim të javës keni marrë eksperienca si në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të mbyllni zemrën dhe të përdorni më tepër pjesën e logjikës në lidhje me gjithçka. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën tuaj ose nga ana ekonomike, por dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Në mesin e javës shoh që ju keni manifestuar për diçka, ndoshta në lidhje me një dashuri, për të shuar njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet para. Në rastin tjetër, ndoshta për punën tuaj ose edhe nga ana ekonomike, dhe shoh një realizim. Dhe këtë mund ta merrni në çfarëdo lloj situate që ju jeni. Por në fundin e javës shoh që futeni në frikra emocionale, paqartësi përsëri në lidhje me gjërat që ju dëshironi të bëni. Ndërkohë duhet keni kujdes se mund të keni edhe prapa skena në lidhje me një realizim që ju dëshironi të keni gjatë javës së parë. Për një pjesë prej jush mund të keni të bëni me një person narcist, për pjesën tjetër mund të jetë e vendi punës, mund të jetë në shoqërinë tuaj ose diçka tjetër. Por në rastin tjetër mund të keni të bëni me institucione të larta shtetërore, punë dokumentash ose edhe situata të ndryshme dhe çështje që mund të keni. Ju dëshironi të realizoni diçka në lidhje me shtetin, flasim këtu, por ju shoh që do keni përsëri paqartësi ose ju do keni dhe prapa skena. Duhet keni kujdes sepse janë persona që ju qëndrojnë afër, duket sikur ju mbështesin, por janë persona që punojnë mbas shpinës tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Gjithsesi unë shoh që do të jepni drejtim situatave deri në fund të javës, më falni, do të jepni drejtim çfarëdo lloj situate që ju keni, edhe pse ju mund të keni paqartësi në lidhje me një realizim. Por do të jepni drejtim dashurisë, emocioneve tuaja, ndërkohë do të jepni drejtim punës tuaj, por dhe anës tuaj ekonomike. Ju shoh që ju do keni këto paqartësi, tham, por kemi të bëjmë përsëri me energjinë e shenjës së Gafores këtu. Kemi 4 energji këtu, Demi, Peshorja, shoh më tepër, energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi, shoh që ju do keni paqartësi, do keni frikra emocionale në lidhje me një realizim, por ju do harrini të jepni drejtim këtij realizimi. Dhe në javën e dytë shoh që ju do të jepni zgjidhje situatave ose paqartësive, pasigurive që keni, por dhe në lidhje me gjëra që ju bëhen mbas shpinës tuaj. Dhe shoh një fillim i ri. Ose ju do të çliroheni nga këto situata në moment që të jepni zgjidhje, ose në rastin tjetër, kjo ka lidhje, mund të ketë lidhje me gjykatat, me prokurorit, me çështje të ndryshme gjyqësore që mund të keni, ku ju keni frikra nëse do ta fitoni këtë gjyq ose këtë proces që mund të keni, dhe ose për t'i dhënë zgjidhje një situate,
por unë shoh që ju do keni lajme të mira deri në fund të javës. Këto lajme të mira mund t'i keni si në lidhje me dashurinë, edhe pse mund të keni paqartësi me një person, ju do t'jepni zgjidhje, do çliroheni nga ana shpirtërore dhe shoh që do ndiheni më mirë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jenë edhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me gjykatat. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Kemi përsëri të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, përsëri energjitë shenjave të ujit, dhe kemi energjinë e shenjës peshores, të Demit, të Shijetarit. Atëherë, unë ju shoh që do keni emocione, keni një njohje të re, ku edhe ju do keni emocione dhe personi do ketë emocione, edhe pse keni paqartësi në lidhje me këtë person dhe dëshironi të jepni zgjidhje. Kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por ju shoh që largoheni nga diçka për të marrë një drejtim më të mirë për vete, duke lënë mbrapa diçka tjetër për të bërë një fillim të ri, flasim. Dhe unë shoh një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ku dëshironi t'i çoni para, duke lënë mbrapa vështirësi që mund të keni kaluar, ndërsa në rastin tjetër mund të lini diçka që ka lidhje me punën, situata ose gjëra që ndoshta nuk ju shërbejnë më për të marrë një drejtim më të mirë dhe për të bërë fillime të reja. Mund të jetë një punë e re, një bashkëpunim i ri, një partneritet i ri, mund të jetë një shtatzani për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër shoh ju shkoni drejt bollëkut dhe prosperitetit deri në fund të javës nga ana ekonomike. Këtu kemi planet Jupiterin që sjell fillimet e reja që do bëjnë gjatë javës së tretë, do marrin zhvillime shumë të mira. Dhe ju do tregoni shumë emocional në lidhje me këto fillime të reja, duke i dhënë një drejtim më të mirë jetës tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt kemi përsëri të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, të ajrit, por edhe të tokës. Është një muaj emocional e shoh në lidhje me ju, sepse jemi shumë forte energjia e ujit. Gjithsesi, në fillim të javës të katërt do përqendroheni në humbjet që keni pas. Ju mund të keni humbur një person, një dashuri, dhe jeni përqendruar në këtë lloj trishtimi. Për pjesën tjetër mund të keni pasur humbje të ndryshme, financiare, ose humbje në një pune, humbje në një projekti të një bashkëpunimi, por dhe humbje të ndryshme. Ju mund të quani humbje kohë edhe me një person që nuk ndoshta gjërat nuk kanë shkuar ashtu si ju keni dëshiruar. Gjithsesi, këtu kemi një këshill, lërini gjërat të rrjedhin, shikoni mundësitë dhe ofertat, mos u përqendroni në trishtime dhe humbje ose dështime që mund të keni pasur në jetën tuaj, sepse unë shoh që keni mundësi dhe oferta si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, por këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që jeni. Ju shoh që kjo situatë do t'ju lëj pak pa gjumë, do jeni duke menduar dhe kjo mund të ketë zgjatë dhe për një kohë të gjatë me ju, sepse shoh që nuk e di, keni qenë tensionuar, të stresuar dhe mendoni rreth një personi, një njohje, lidhje që keni, ose rreth marrëdhënieve tuaja. Në rastin tjetër mund të mendoni për punën, për fëmijët tuaj, për shtëpinë, për familjen, ose edhe për anën ekonomike. Por në fund të javës së katërt, ju shoh që do jeni përsëri në dilema. Një pjesë prej jush mund të jeni dhe midis dy personave, dhe kjo gjë ju lë pak pa gjumë. Ndoshta ju keni humbur një person, mendoni në lidhje me këtë person, por ju shoh që ndiheni dhe në dilema, ose mund të ndiheni midis dy personave dhe kjo gjë ju ka bërë pak që të jeni në gjendje pagjumësie dhe stresi për një kohë të gjatë. Për pjesën tjetër mund të jeni midis dy punëve, dy situatave, midis punës dhe familjes, midis dy çështjeve të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. Por gjithsesi ju shoh në dilema në fund të muajit. Dilemat mund t'i keni edhe në situata ose çështje të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, është një muaj që ka uli ngritjet e veta, e rëndësishme është që ju jepni zgjidhje situatave,
realizoni diçka dhe jepni drejtim diçkaje, thjesht duhet keni kujdes nga prapaskenat, nga një paqartësi që mund të keni pas siguri, dhe dilni nga situatat sepse ju shoh që jeni duke menduar në lidhje me humbjet që keni pas në jetën tuaj, dhe kjo gjë ju fut pak në dilema. Dhe marrim një mesazh nga ënglit dhe shohim se çfarë mesazhe ju japin në lidhje me muajin nëntor. Atëherë kemi numrin 17, është karta e yllit, jeni te energjia juaj këtu dhe shoh që ju do keni realizime në lidhje me gjërat që ju dëshironi të realizoni. Ju do bëni plane afatgjata dhe jeni në rrugën e duhur. Gjatë kësaj periudhe, do më thënë gjatë këtij muaji, gjërat që do bëni, ju do bëni dhe plane afatgjata, por do jeni edhe në rrugën e duhur lidhur me planet që ju do bëni. Sepse është një moment shumë i lumtur për ju, thot. Në momentin që ju do realizoni gjërat që dëshironi. Në qoftë se ju dëshironi të realizoni një dashuri, atëherë jeni në rrugën e duhur. Në qoftë se ju dëshironi të realizoni diçka në lidhje me punën nga ana ekonomike, ose në rastin tjetër për t'i dhënë zgjidhje situatave dhe çështjeve të ndryshme, atëherë është muaji juaj. Ju do bëni plane afatgjata dhe do të jepni zgjidhje situatave, por dhe me çështje të ndryshme që ju do keni gjatë këtij muaji. E rëndësishme është që do keni realizime. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende s'kan bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe. Atëherë dëgjojmë videot e radhës. Dëgjim të këndshëm dhe një mbrëmje sa më të këndshme.